tregimet e pendimit të njerëzve të devotshëm janë shumëta. Ka tregime të lloj-llojshme të njerëzve që kanë qenë kokë në punë këqija, kokë në kriminalitet, kokë në përbuzje të mirave të Zotit, mirë po ka ardhur një moment i cili e ka ndryshuar tërësisht jetën e tij. Edhe për njerit më të keq, edhe më të rrezikshëm, e ka bën njerin më të mirë. Kjo të kaluarën, po edhe sot, edhe këtu te na në Shkup, po edhe në vendet tona, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë kemi raste të shumtë të njerëzve që kanë qenë, do thotë kur është përmend emri i tyre, janë trishtu njerëzit prej rrezikut që kanë paraqit ata. Edhe normalisht për shkak të krimeve, është një rast konkret për rasteve të një prej vëllezërve tonë në Shqipëri, dhe për shkak të krimeve që ka bërë, ka burgos me burg përjetshëm edhe shumë vjet më shumë se të përjetshëm. Mirë po atje takohet me besimtar devotshëm. Edhe ata fillojnë edhe komunikojnë me te, fillojnë edhe tregojnë simet e Islamit, tregojnë pendimin, tregojnë xhenetin, tregojnë xhehenemin. Edhe dal nga dal, tash normalisht kur dënohesh me dënime të mëdha, zakonisht njeri e hub shpresën të njerëzit. Edhe atë i mshelen këtë dyert e dunjos. Ama kur takohesh me një besimtar të mirë, ta çel një derë tjetër. Një derë e cila edhe në burg jep kuptim tjetër jetës në burg. Se zakonisht burgu është azab edhe dënim për njerëzit. Ama për besimtarin e devotshëm, burgu shndrohet në vend të mëshirës, rahmetit të Allahut. Edhe kur e burgosin Ibn Taymija rahimullahu taala në kalan e Damaskut, Allahu e shiroft nga këta zullumçar e kriminal sa më shpejt, ai nuk bengosej se ishte i burgosur. E thëjke el mahbus men hubisa qalbuhu anillah. I burgosun është ai që ka zemrën të burgosur nga Allahu. Më që s'ka komunikim zemrën ti me Allahun, ai është i burgosur. Ama pse unë jam burg, a zemrën e kam tjetë me Allahun, kjo për mu nuk është burg. Edhe prej fjalëve që ka thonë, me erdhë burgu shumë gjë e mirë, sepse në gjatë angazhimeve të fetfave, davetit, e kisha lonë mazdore Kur'anin. E erdhë puna në burg, e tash ju kushtova Kur'anit. Edhe fillova të jetoj ma shumë me Kur'anin, edhe të thithi do me thanjet e mdha që i ngjall Kur'anin. Edhe filloj ai me shkujt këto përshtypje dhe këto do me thanjet të Kur'anit në letra. Pra më ndodhë, se ka kuptim tjetër, së interesant ku ka me dale pi burgut, sa ka me tu, s'ka lidhe. Me nësi e komunikim me Allahun, së është burg ma, ka jetë vetën. Edhe kure panë ata që tentun të adenojnë me burg, sa i po knaqët aty, ja morën letrat. Se lanë me vazhduaj me shkujt të fësirin e Kur'anit, që përjetoj ka aty më burg. Për me ashtu dënimin, dhe më thonë. Se njeri kur e donë një sen, kur t'ja marsh, ajo është dënim për te. Dhe Ibn Taymija rahimahullahu taala ishte i dhënë mas diturisë. Edhe kur ja morën lapsin edhe fletat, e çka filloi nuk u nal, filloi me shkujt mur. Filloi me shkujt mur. Edhe kjo është domosë njeriu vazhdimisht gjen zgjidhje. Edhe ki vllau jon në Shqipëri, kur u taku me këta, kur e kuptoi udhëzimin islamin, atëherë çka thë kanë komunikim personal me të në telefon, ka thirrë disa herë për burgut, të këtash mos është të më interesu sa vjet jam i dënuar. Mas jam udhëzue edhe deri në fund të jetës me Medburg unë se kam gale. E kam kuptuar çfarë do të thonë udhëzimi dhe çfarë do të thonë me pas zemrën në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Jam burg, jam pas grillave, mirë po realisht jam i lirë, pse se zemra ime ka filluar të komunikon me Allahun dhe ka filluar të ketë kuptim jeta tek ai edhe pse është domethënë prapa grillave, jeta dhe zemra e tij ka jetë, edhe jeta e tij ka kuptim, të cilën domethënë jeta dhe kuptim nuk mund ta ketë njeriu i cili nuk është domethënë i udhëzuar në fen Allahu subhanahu wa taala. E përmenda këtë shembullin e këtij vllaut, për me treguar dhe shembullin e Fudal ibn Iyadit rahimahullahu taala.
Shumica e djemve të ri e njohin Fudajl ibn Iyadin si njeri asket, njeri devotshëm, i cili adhuron të Allahun shumë Mekë dhe në Medinë, sa që Abdullah ibn Bareku e pat emërtu si ja abid el haramain, adhurues në dy vendet e shenjta. Atë shumë i dhanë pas adhurime. Mirë po ky, bismillah, mirë po ky ishte në kalumen emër trishtues. Për shembull, na kur e përmendim sot Fudajl ibn Iyadin, shumica jonë automatikisht i zbutet zemra edhe e manifeston dashurin dhe respektin për te. Pse se është simbol i njeriut asket, njeriut të devotshëm, njeriut i cili do të ka tregue edhe me vepër çka do të thonë zemra e lidh me Allahun subhanahu wa taala. Ky ka qenë hajn, rebel, cuk. Për para, ku kanë udhëtu njerëzit ka pas rrugë të asfaltuar si tash, ata hajnat, grup, u kanë dalë njerëzve në prit rrugës, edhe u kanë vjedh pasurinë. S'ka pas edhe kartela, parë mi majtë në bankë, edhe me ta marrë kartelën se ka kodin, ose edhe me marrë kodin ti e blokon pastaj, parët me veti. Altan, lira. E këta grupi këti kanë konë hajna, kanë dalë njerëzve në rrugë, u kanë dalë në prit edhe u kanë gabit pasurinë. Një ditë për ditëve, vjen ki Fudajl ibn Iyadi para udhëzimit me grupin e vet, edhe do udhëtar janë nalë më një vend natën me pushu, edhe thëjnë runa zot, me në dalë Fudajli, Allah mi kena punë, sa ta hajna të rrezikshëm, grupi rrezikshëm. Dhe ky është ka hipër mi murë, mu përgadit me i sulmu ata dhe me plashkit. Njoni për tim është shumë me falë namaz nate, ibadet me bo, dhe lezon nga Kurani. Mes tjerave lezon ajeti kuranor, elem ja'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. Ajet shumë, këtë ajet Allah të janë shumë do me thonës, mirë po ky ka një ndikim çantë emocional. A nuk ka ardhë koha, elem ja'ni lilladhina amanu, a nuk ka ardhë koha për ata që besojnë Allahun, e yakhsha qulubum li dhikrillah, tu përulen zemrat kur përmendet Allahu, wa ma nazala min al-haq, edhe asaj të vërtetës që ka zbrit Allahu. Ky ajet depërtoi në thellësitë e zemrës së tij, si i gjeta. Edhe normalisht në Kur'anin gjuhën arabe e kupton, do me thonjen. Ai na kur e lexojmë, për shkak kur lexojmë hafizllarët e ton, Allahu i rujt i dhash mira me zot bukur Kur'an, na hiç pa e kuptuar do me thonjen, po na dridhen zemrat, e po na lotën sy. Prandaj e ka kuptuar. A nuk ka koha për ty o njeri besimtar që dridhet zemra jote kur përmendet Allahu dhe kur të tregohet e vërteta që ka zbrit ai? E dridhi Fudajl ibn Iyadi. Shok, unal, të që jam të bone. A i falë namaz, adhuron Allah, unë e mundohna me plashkit atë. Tha, bela kat anë an yakhsha qalbi li dhikrillah, tha po, erdh koha që zemra ime ti për ullet dhe të fregohet nga përmendja Allahu. Edhe pe ati momentit e la adetin e ti të keq, e praktisi hajnin dhe e vendosi me qenë rob i sinqert, i devotshëm i Allahut dhul xhelal. E pas asaj, tash fjalët e tija, porositë e tija, këshillat e tija janë shumë. Momenti kur ai është pendu, nuk ka një ria, e ka në vesh në mosh. Mirë po, bereqeti i këshillave dhe porosijave të tija, kush e njeh për neve ose ka ndëgju se emën, mendon se ai 70 vjetë vetë ka qenë i udhëzuar. Realisht ai ka qenë më pak i udhëzuar, më pak ka jetu i udhëzuar se sa i pa udhëzuar. Ama me udhëzim jeta e besimtarit ka bereqet. Fjala e tij ka bereqet. Puna e tij ka bereqet. Andaj e njohim na Fudajl ibn Iyadin me fjalët e tij të mira, edhe adhurimet e tij sinqerta shumë më shumë sa që e njohim na biografinë e tij ku ka qenë hajm. Edhe këtë tregim mos me pas tregua i vet se kishim marrë mend. Edhe kjo është rahmeti i Allahut, që të kaluam këtë e fshin, edhe nga historia,
edhe në kujtesën njerëzve mbetet vetëm se e mira. Për atë çka kur mos e vono pendimin, kur mos e prolongo pendimin. Ktheu te Allahu sinqerisht, Allahu pastaj me rahmetin e vet të jep bereqet në fjalët e tuaja, në jetën tonë, në punët e tuaja, çuritesh edhe vet sa mirë është të ec, s'ki shumë dituri, s'ki shumë përvojë, s'ki shumë ndim, s'ki shumë përkrahje, mirë po, të ec puna mirë, pse pendimi jo te Allahu dhe lidhja e zemrës tonë me Allahun ishte ajo që i dha bereqet më të madh jetës tonë. Lutim Allahun dhu xhelal vazhdimisht që të na jep pendim të sinqert te Allahu, e të mundohemi të nënshtrohemi madhërisë Allahut, e të kërkojmë falje prej tij, ta kujtojmë atë vazhdimisht, sepse adhurimi, madhërimi dhe kujtimi Allahut dhu xhelal në adhurime që e ngjallin zemrën edhe japin kuptim jetës. Lutim Allahun që si na ka të bëjë në këto vende, Allahu na bashkoftë edhe në xhenet inshallah taala.